Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish me mua Tyrona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për t'i vënë vëmendjen pak Loredanës. Loredana Brati, ndryshe nga banoret e tjera të Big Brother VIP Albania 4, ka qenë pak më e zëshme, më e komentuar, por njëkohësisht edhe duke ndjekur ritmin e suksesit të saj. Loredana ditëve të fundit në Instagramin e saj na ka sjellë fotografi shumë të bukura brenda një kishe të realizuara, do të thënë ka nisur të punoj fotosesionin për ndonjë reklam. Ju e shikoni se çfarë ka përzgjedhur, një veshje tepër tërheqëse dhe shumë elegante, do të thënë elegante moderne. Loredana është një super vajzë e papar. Modelja e njohur nga Big Brother VIP Albania, Loredana Brati, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një paraqitje të veçantë në ambientet e një kishe. E veshur me një fustan të gjatë, të ndritshëm dhe me një dizajn unik, ajo theksoi linjat e saj elegante në një mënyrë artistike. Pamja e saj e kompletuar në një aksesor rjet mbi kokë dhe një qiri në dorë, kjo krijoi një kontrast mes modës moderne dhe sfondit tradicional, duke sjellë një imazh që shkaktoi reagime të shumta nëpër të gjitha rrjetet sociale. Loredana Brati, siç duket, po punon me shumë intensitet, tashmë që ka hyrë edhe në panelin e gocave dhe gra, besoj që po punon me shumë vrull dhe në drejtimin e modelizmit, duke shfaqur linjat e bukura të saj të trupit, duke publikuar fustane të cilat nuk i shohim shumë në përditshmëri. Domethënë ajo ka përzgjedhur një lloj stili shumë unik dhe interesant, të gjithën këtë brenda një kishe, domethënë mes besimit, tradicionalitetit dhe formës se si Loredana ka përzgjedhur që të vi tek publiku shqiptar. Loredana po hecën me hapa të shpejtë, ka rritje shumë të madhe të Instagramit, domethënë kjo goca e memeve që vazhdon të bëhet meme në goca dhe gra, po duart trokitet dhe po pëlqehet pafund nga të gjithë shqiptarët. Sonte me shumë dashuri do të presim goca dhe gra dhe do të shohim se cilat do të jenë memet të radhës të Loredanës, dhe jam shumë i bindur që do të diskutojmë dhe për këtë kriptari të bukur që ka bërë.